Florent Muslia erdhi 6 vite më parë te kombëtarja e Kosovës si një shpresë e madhe, një futbollist me potencial të jashtëzakonshëm që la pas grup moshat e Gjermanisë për të veshur fanellën e vendit të tij, fanellën e Dardanëve. Mesfushori ofensiv debutoi në një ndeshje shumë të rëndësishme ndaj Çekisë më 7 shtator, në fitoren 2-1 që mbajti gjallë ëndrrën për Europianin. Ishte një natë që ndezi shpresat, por për të rrugtimi sapo kishte filluar dhe nuk do të ishte i lehtë. Fillimisht, Muslijes në kombëtaren e Kosovës nuk ishte ai që shumë kush e kishte imagjinuar. Shpeshherë ai qëndronte 90 minuta në bankën rezervë, herë në tribune, ndonjëherë aktivizohej vetëm për 3 minuta, aq pak sa mezi arrinte ta prekte topin. Viti 2021 ishte ndoshta prova më e madhe e durimit të tij. Nga 11 ndeshje të zhvilluara nga Kosova, ai luajti vetëm 3, duke grumbulluar minuta thuajse simbolike, 6 minuta ndaj Greqisë, 3 ndaj Suedisë dhe 4 ndaj Gjeorgjisë. Por aty ku shumë do të dorëzoheshin, Muslia zgjodhi të luftojë, nuk u dëshpërua, nuk u demoralizua, nuk hoqi dorë, ai vazhdoi të punojë në heshtje, me kokën ulur dhe me një qëllim të vetëm, t'ia dëshmojë të tjerëve se gabuan me të dhe të rikthej karrierën e tij në binar si në klub ashtu edhe në kombëtare. Dhe nga viti 2022 gjithçka filloi të ndryshojë. 27 vjeçari tashmë nuk është më ai lojtari i minutave të fundit. Sot flasim për një tjetër Florent, për trurin e kombëtares së Kosovës në fushë, një lider i heshtur, nga këmbët e të cilit lind çdo aksion, një futbollist që të bën të shijosh futbollin sa herë ka topin dhe të bën të dashurosh lojën më të bukur në botë. Në një intervistë për Telegrafin, Muslia tregon se nuk i intereson se sa luan, atij intereson vetëm suksesi i kombëtares së Kosovës. Unë, kur kam ardhur te Kosova, kam ardhur të ndihmoj vendin tim, pa marrë parasysh sa minuta më jepen, 1, 2 apo 20. Jam krenar që e vesh këtë fanellë dhe sa herë Kosova fiton, ka thënë Muslia për Telegrafin. Pak ka rëndësi nëse luaj apo qëndroj në bank apo në tribun, gjithmonë do të jap maksimumin për vendin tim. Tifozët tashmë e krahasojnë me Pedrin e Barcelonës për mënyrën se si lëviz, si mendon dhe si krijon në fushë. Por Muslia ka krijuar identitetin e tij, një stil që është bërë thelbi i lojës së Kosovës, dhe jo vetëm asistime, ai di edhe të shënoj, por jo gola normal, vetëm gola spektakolar. Në fundin e kualifikuesve shënoi një gol spektakolar ndaj Zvicrës, ndërsa ndaj Slovakisë realizoi një kryevepër nga gjuajtja e lirë, një moment që ndezi stadiumin e Bratislavës dhe zemrat e tifozëve për të rikthyer spektatorë të Kosovës. Trajneri më beson, më jep liri dhe fusha po tregon më së miri se çfarë jam në gjendje të bëj. Goli i parë nga goditja e lirë me kombëtaren ishte i veçantë sepse na afroi më shumë drejt botrorit, thot Muslia. Sot ëndra është më e gjallë se kurrë. Kosova është vetëm një fitore larg diçkaje të paimagjinueshme, të shkojë në kampionatin botror. Të martën mbrëma, me fillim nga ora 20:45, Dardanët presin Turqinë, Fadil Vokri, dhe një triumf në atë takim do të thotë kualifikim në Kupën e Botës që zhvillohet këtë vit në SBA, Kanada dhe Meksik. Muslia ka një mesazh të qartë dhe është një mesazh që buron nga thellësia e zemrës. Asgjë nuk ka përfunduar. Në ndeshjen e radhës do të vdesim në fushë për t'i bërë të lumtur tifozët tanë dhe për të arritur objektivin që të shkojmë në botror. Nuk do të jetë lehtë, por ne jemi Kosova, jemi djem Dardan që japim gjithçka për këtë fanellë, përfundoi Muslia. Dhe ndoshta pikërisht kjo është historia më e bukur, nga 3 minuta në fund të ndeshjeve, në zemrën dhe trurin e një kombëtareje që ëndërron botrorin.